Këto janë pamjet e qyteteve izraelite, pas sulmeve iraniane, që janë si u përgjigje ndaj sulmit të ditës së premte, ku u vran një numër i madh i krerëve ushtarak të Teheranit. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se Irani është i gatshëm të ndalojë sulmet ndaj Izraelit nëse Tel Avivi ndalon ofenzivën. Kryediplomati deklaroi se lufta i është imponuar Iranit dhe se Teherani nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të përgjigjej. Në anën tjetër, Izraeli ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bashkohen me fushatën ushtarake kundër Iranit. Duke cituar burime amerikane dhe izraelite, media Axios njoftoi se Izraeli nuk ka aftësi për ta shkatruar vendin e pasurimit të uraniumit në Fordov të Iranit, i cili ndodhet thellë brenda një mali dhe ka nevojë për ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta shënjestruar atë në mënyrë efektive. Një zyrtar amerikan konfirmoi se Izraeli kërkoi nga SHBA të bashkohej në operacionin ushtarak, por tha se aktualisht administrata amerikane nuk po e shqyrton këtë. Duke cituar një burim izraelit, media amerikane më herët deklaroi se presidenti i SHBA-s Donald Trump ka sugjeruar pjesëmarrjen e mundshme të SHBA-s nëse do ishte nevojshme gjatë bisedimeve të fundit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Megjithatë, një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë të premten e mohoi pretendimin. SHBA-ja vazhdimisht ka deklaruar se Izraeli veproi i vetëm në veprimet e fundit ushtarake kundër Iranit. Ndërkohë, kryediplomati iranian deklaroi se kanë prova të dokumentuara për mbështetjen që forcat amerikane në rajon dhe bazat e tyre i kanë dhënë sulmeve ushtarake të regjimit sionist.